ka protestuar? Faktikisht pas 26 ditësh protest është pyetja më e drejtë sipas gjykimit tim që të bëhet për çfarë po protestohet. Unë jam dakord me mikun tim i cili e përshkroi rrjedhën e ngjarjes dhe kanë qenë ato pamje skandaloze të atij momenti dhe atij qytetari shqiptar me pasaport greke i cili u gjend në ato kushte. Megjithatë, bashkohem edhe kur thotë që krejt papritur e pa imagjinueshme e parashikuar për një grup 50 vetash, por ndërkohë aty papritmas si në asnjë rast të tjetër u gjendën shumë herë më shumë njerëz, çka ngren dhe i pikpyetje se si është organizuar, se si është menaxhuar kjo situatë dhe kush ka ndikuar më shumë momenti i ngjarjes apo një akumulim. Disa pikpyetje të cilat ne besoj edhe do t'i shtrojmë gjatë gjithë këtij debati. Mendoj që ka arsye në çdo vend, jo vetëm në Shqipëri, por në çdo vend ka arsye për të protestuar. Ka arsye për qytetarët të dalin në shesh dhe të kërkojnë më shumë mirëqenie, më shumë siguri, më shumë stabilitet. Por kur arsyeja e cila kemi parë në gjithë këto ditë është e pa kuptimt, pra kërkohet jo vetëm të drejta, jo vetëm mirëqeverisje, jo vetëm largimi i një qeverie apo një kryeministri, por kërkesat janë të çuditshme. Kemi parë 2 herë kërkesa të natyrave të ndryshme dhe kërkesat ndoshta i ngjajnë njëra tjetrës për sa i përket mos kuptueshmërisë së tyre. Pra, kërkohet largimi i gjithë klasës politike në 35 vite. Kërkohet largimi nga skena politike e çdo qytetari i cili ka patur një detyrë sado të thjesht në jetën e 35 viteve. Kërkohet të bëhet një qeveri e pa kuptim, do të thosha unë, ndoshta e ngjashme me epokën e Gurit, ku udhëheqja e ardhshme duhet vi nga një përzgjedhje me letër me vrim. Domethënë diçka që është krejt e pa imagjinueshme. Pastaj pjesa tjetër, ajo që është më e rëndësishme është ndikimet, arsyetimet, a është Flamingo. Dhe unë atë që bëra në statusin tim nga Tirana në Prishtinë për një Flamingo, a është kjo vërtet për çfarë protestohet? A është vërtet miraku i shqiptarëve që ndoshta zhvillimi dhe turizmi do na cënoka jetën e një Flamingo i cili vjen dhe për një kohë të shkurtër frekuenton një pjesë të Shqipërisë? Mendoj që jo, sepse nuk është kjo arsyeja, sepse po ta shikosh në ditën e 26, Flamingo nuk ekziston më në kërkesa, nuk ekziston më në problematik, nuk ekziston më në gjithë atë për çfarë u mblodhën në fillim. Dhe kjo është ajo pikpyetje dhe kjo është ajo pyetja juaj me vend për çfarë po protestojnë dhe kush janë qëllimet e kësaj proteste dhe